Ka shti Serbia dhe Rusia, terë libra ka dhe Amerikën dhe Evropën, Serbia dhe Rusia ka po përvishja, ka po dënu që këse kjera në një biznes. Mësë shti Amerika, që s'kot bëj Amerika. Që është të thuni, kush të thë? Jo, ka kop Rusia, Serbia, Evropën edhe Amerikën përvishja dhe ka kon të nëme u që kënë se kjera në një biznes. Që është të thuni, që ka kot bëj Amerika me qëtë Evropë. Që të thuni jo. Raportit Dick Martit. E din fort mirë sa kush e ka votuar ato? Dick Marti ka shti rezolutin Këshillit të Evropës. Kush e ka votuar në Këshillin e Evropës? Ndikimi i Rusisë ka qenë tepër me plot shtetet, edhe tema edhe e ka shti në Këshillin e Evropës u votu. Momentin kur e votu nuk e pas rrugë tjetër, po ardhej tek jo. Williamsoni kur ardh, disa pretendime që ngrit i ka rxu poshtë, ka thonë nuk kom gjet asnjë fakt të rënd. Qytetari qenë amerikan. Njëjtë si Miloševići kur e patin skenuat masakrën Panda atje, atë kujtohet. Ata një herë patën thonë që shqiptar terrorista, shqiptari kanë vrarë 6. Njëjtë që si palavra. Fund ka dalë që nuk është ashtu. Ka palavra, ka folë kështu, ka folë ashtu, nuk është. Kush palavra këtu? Ku palavra këtu? Pa e ka rëzu gjykaci. Ajo ka rëzu gjykaci Amerikan. Cënë gjykaci? Ka rëzu. Cënë gjykaci? Williamsoni. O, s'ka rëzu kur gjuaj? Që s'ka rëzu, a i ka thonë t'i vishtit. A i ka qeni angazhu me boni para u lëngtim të rend. Për me po, që në pretendimet. S'ka gjo pi shpis verdhas, pi trafikimit të organe, ato janë... Rezoluta ku në votu me qëtë Evropës. Rezoluta votu me qëtë Evropës, edhe ti ke e thutje masane nuk i pas ka me shku. Ma djeti shumë mirë që pastaj Serb tentun me inskenu atentat kundër Dick Martit me pretendimin dhe arsyen që mi ollu të thojnë shqiptarëve që shqiptarët kanë bërë ajë dul vete pranoj dhe ka pas atentat. Masi unë ngrit akt akuza. Po pra, shumë vonë kjo ka qenë. Shumë vonë. Edhe din shumë mirë tash qasja amerikane që pa përmend Amerikën, çfarë qëndrimi kanë ndaj prokurorit, ndaj kryeprokurorit. Zotit thoshte din që ja ka dërguar një letër ministrit amerikan të jashtëm, Mike Pompeo. Ai u konjeri Trumpit. Çfarë ka kthyr ai? Çfarë ka thonë ai? Çfarë ka thonë? I ka thonë po do na merrzu gjykatën speciale. Çfarë ka thonë ai? Ai din çfarë ka thonë? Ai ka thonë nuk bën me prej gjykatën speciale do të merr. Mirë, ajo marru gjykata speciale. Po marru ai njëri Trumpit u konë. Që vetëm me Trumpi kundër prokurori. Smithja ka qenë kryeprokuror në dhomat e specializume. Ku i ka publikuar këta akuzat në kundërshtim me ligjin, i ka publikuar këta akuzat. Çfarë ka qenë sekretari amerikan ndaj tij? A ka mundësi vetëm pak ta orientojmë? Nuk jam të kuptuar çka ka, cilë pretendimi. Prokurori është çfarë po thot. Nuk po thot gjykata. Gjykata do të më vendosë ai në fajtor as në fajtor. Nuk e di çfarë po bëhet të morë. Ka po lyp prokurori, po lypa çka do, dikçëre gjykata. A dashte me një parem drejtësisë. Prokurori e ka obligim me dal në këtë akuzën që e ngrit, edhe dëshmitar që i ka ftuar para gjykatores, me dal edhe me nxjerr pretendimet, me thon Ferian Visteki ka vrarë këto. Për këto kam gjetë këtë provë. A e ke dëgjuar fjalën e Polës Sakozusit? A po me dikun dëgjuar disa, nuk po me dikun diçka tillë që ka. Domethënë se ta